Si dush përgjigjur nga interneti si më dush. A bën lexë? A lejohet me festu vitin e ri musliman dhe a është e lejuar me festu ashtu siç e festojnë bashkitë islame me instrumente muzikore. Mas pari herë do thot ndoshta e kanë kallxuar mësimin me Musën, a keni pas një temë me Musën? Se vazhdon tash vazhdon. A keni mërri ati kur ka shku Musa a.s. me folën me jo me Hidrin, me Allahun dhul Gjelal e ka lanë zëvend s'ka vllavin e vet Harunin. Ha? Hala s'keni mërri. Ashtë një pik ati, histori përmendet, edhe në Kur'an përmendet, kur ka shku do thot Musa a.s. me folën me Allahun, edhe jahudit qerë kanë nejt apo këton me vllavin e tina Harunin, e i kanë pas një popull që i kanë bojë ibadet putave. Edhe kanë shku të ki, kanë thonë, dreshna edhe neve një putë sukur ato shkekina. A i ka thonë nuk banë. Ti kemi na drejt, zboni na, ta kemi edhe na një sen sukur ata. E kanë hargju pasunin e vete krete, e kanë drejshin një vjeq pjaltonit. A e dini këtë punë. E na muslimant jemi bon sikur jahudit. E vëtën. Pse dikush ka puta me adhuru, hajde edhe na ta adhurojna. Pse dikush e feston vitin e ri, edhe na ta festojna vitin e ri. Dhe thot, këto për festojnë, po qëtaj na bojna diçka për inatit tinve. Jo me festu vitin e tinve, po tonin ta festojna. Qëtaj na qka përmendë? Hijreti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur akon, cilin muj? Rabiul Awwal. Ha? Dhe thot Rabiul Awwal. A viti ri hijretit kur bëhet? Ha, sosët Dhulhijja, masën fillon Muharremi. Dhulhijja është i fundit, Muharremi është i pare. E nëse dojna me festu hijretin e pejgamberit, e pëtën atëre duhet me pritën edhe 3 muj për me ardhën dhe thot data e festimit. A i kemi qartë. Dhe thot kjo është një gabim i madh që na historinë tonë nuk e dina. Për fat keq apo e thënë. Pse se hijreti pejgamberit nuk ka konën me fund vitit. Pa konë edhe 3 muj, henez vjen dhe thot hijreti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëre parashtrohet pyetja na çka po festojna? Ha? Apo festojna veç pse po sosët vitja dhe po niset vitja? Por na muslimant një sen duhet me dit. I kena 2 bajrama. 2. Ma shumë s'kemi. Fitr bajrami edhe kurban bajrami. Në qëto 2 bajrama duhet më gëzu. Edhe me festu. Edhe me hangë bakla. Edhe gjona tjera të cilat të mira i kemi. A mërvesh. Jashtë aktinve nuk kemi nevoj heq. Nuk kemi nevoj. E shtaj kush i praktikon këto gjona tjera jashtë aktinve, leta din se ka praktiku një risi, e cila risi do thot nuk kam prej islamit inshallah Zoti na rregullon edhe na marson krejt këta.